kryeministrat që ta dini ju, kolegët e mi, ju gjimojnë nga mbrapa si përmarsve dhe ka disa prej tyre që hargjojnë pjesën më të madhe të kohës pikërisht duke folur me ta, duke i thënë çka keni nevojë, duke i mbështetur etj. Kështu që unë të kem thënë tako Ramgecin, kjo s'ka asnjë çudi se për Ramgecin mund të jemi interesuar jo një herë, po një 10 herë kur ka pasur nevojë të ketë kontakte për probleme tjetër. Kjo nuk diskutohet fare dhe se kam fare problem. Kam takuar përfaqësuesit e kompanisë turke, unë kam takuar përfaqësues kompanish pa fund. I kam takuar që të shkeme atë punë, i kam thënë që të shkeme atë punë, hajdeni në Shqipëri, pa tjetër. Kjo është detyra ime. Po nga kjo, tek pjesa që mas 3 muajsh fitoi tenderin dhe pastaj komenti e fitoi me çmim, e fitoi pa çmim, këto pastaj janë si ato të zhvejkut. Unë jam kaq vjeç, mora rrugën për Durrës, sa vjeç ishte gjyshja ime. Këto unë pastaj nuk hy këtu dhe përsëri e them, nuk është edhe në këtë rast, unë ti e di që unë me zipres të kap ty nga bim, po nuk është prap faj yt, por është mënyra se si argumentohet në këtë vend. Dgjoni këtu. Prokurinë publike, Shqipëria në prokurinë publike është njëshi në rajon. Njëshi. Komisioni ynë i prokurinë publike ka marrë vlerësime ndërkombëtare nga më të ndryshmet. Kryetari i Komisionit prokurinë publike është personalitet ndërkombëtar në fushën e prokurinë publike. Ju ngrit akuzë, e dini ju që ju ngrit akuzë. Dhe ju ngrit akuzë një javë përpara se sa të hynte në garë për të rizgjedhur. Ndërkohë që po të shikosh shifrat, si kam këtu me vete, të punës së komisionit, dhe të shohësh se dhe të Agjencisë Prokurinë Publike që drejton negociatorja tjetër, që janë 2 institucione të vlerësuara ndërkombëtarisht shumë për gjithë transformimet që kanë ndodhur. Nuk po them emra, po them që skuadrat të prokurimeve publike të rajonit vinë në Shqipëri për të parë këto 2 agjenci. Ju ngrit akuzë dhe u pengua fatkeqësisht të hynë në garë për të rizgjedhur një aset, mbaruar shkollën me medaljari. Tani unë nuk i hy komenteve pse si qyshtek. Por duhet të them këtë, që të gjykosh tenderat nuk është kaq e thjeshtë, se po të ishte kaq e thjeshtë nuk do kishte nevojë as për ekspert, nuk do kishte nevojë as për komisione, këto gjykime mund t'i bënin deputetët. Mund të merrë një ignorant nga Parlamenti i Shqipërisë edhe t'i thuaj zgjidhe ti këtë punë. Ishte çmimi, si ishte çmimi, më shtrenjtë më aty, ato janë kaq komplekse, saqë unë as hy ndonjëherë që të kuptoj më shumë, sepse çdo procedurë ka të vetën. Kështu që i foli Ramgeci, i thash po, Ramgeci numëro, nuk e di unë se sa mund të jenë ata që unë marrë në telefon. Unë nuk kam daluar askënd të takoj. Kam bërë, jo. Është e pavërtet kjo. E vërteta është që takimet bëhen takimet regjistrohen, në kuptimin do të shënohen që u takua. Edhe shënohet dhe tema, nuk është kështu. Dhe po ju them përsëri, unë kam takuar dhe do të takoj këtë më doj e bardha zemër dhe këtë më doj e mira mendje. Këtë më doj, unë takoj. Njeriu nuk mund kur të fajsohet apo të dyshohet për këtë takon. Kur. Edhe një herë, po të lutem.
kuptova, ma the një herë, ma the dy herë, tani mos ju kthe zakonit vjetër, sepse nuk jemi duke bërë debat bashkë, të shpjegova që po të ishte kaq i thjesht leximi i tenderave, nuk do kishte nevojë as për njerëz specializuar, s'do kishte nevojë as për trajnime, s'do kishte nevojë as për administrat, s'do kishte nevojë për asgjë tjetër. Kështu që ju të lutem shumë, mos hym në këtë. Nuk ke fajti kur edhe prokuror apo OPG të caktuar i hyn këtyre maleve duke kaluar pyetje pas pat kur i thon fjalës, edhe bëjnë lidhje që nga një herë janë fiksi ato të zhvekut. Por kjo është një çështje ekspertize, ka Shqipëria ekspert, merren ekspertë, shohin ekspertë, unë nuk i them njeriu kur tako këtë dhe bëj një gjë të palishme. Po tako këtë, se ka një problem me këtë agjenci, ka një problem me këtë agjenci, unë e bëj gjithë ditën e ditës. Ne kemi ngrit një platformë tërë të bashkëqeverisjes për tako këtë, tako atë, sepse njerëzit ka nevojë për ndihmë, patjetër. Shqyqyr Zotit, 95% shërbime publike nuk i kemi më me njerëz, sepse i bëjnë nga i Albania. Po ka pjesë që duhet të takohen, po sigurisht duhet të takohen. Nuk marr dot letrën këtu, se marr dot letrën atje, më pengon ai, patjetër. Kjo është puna ime. Takohen, e ke takuar. Të lutem se s'po tjetër, edhe një herë tjetër. Po flas flasim, po mirë më dakord. Ja pra, kjo është tenxheria pra, po flasim për gjëra krejt të ndryshme bashkë. Krejt të ndryshme. Krejt të ndryshme. Më pyete, a i ke thënë, a kujtohet që i ke thënë, të thash, nuk mbaj mend eksaktësisht këtë, po Ram Geci është një njeri që e ka telefonin tim në dispozicion 24 orë në 24, siç e kanë të tërë ata që krijojnë punë dhe japin punë Republikën e Shqipërisë, se unë nuk jam këtu një hugardhi, po jam këtu pikërisht për të mbështetur, për të ndihmuar, për të nxitur të gjithë. Jo për t'ju dhënë tendera, as për t'ju dhënë gjëra që nuk ju takojnë, as për t'ju thënë jepi këtij, jepi atij, por për t'i mbështetur. Kuptove, e kam takuar kompaninë turke, kam takuar shumë kompani turke, kam takuar edhe të kompani dhe i takoj gjitha kompanit dhe nuk dua të di fare se çfarë thot njëri e çfarë thot tjetri. Dakor? Këtu jemi në një territor që unë nuk kam dëshirë të hyj, sepse pastaj e përsëris i bie që unë të futem në tenxhere. Unë në tenxhere nuk hy. Ju e mund më fusni në tenxhere, po jo në prezencën time. Kur unë nuk jam, juve e bëni këtë, më fusni në tenxhere, më përziheni me gjithë llojet e ingredientëve, më nxirrni të zi, më nxirrni të kuq, më nxirrni të djegur, më nxirrni të kalbur, më nxirrni si doni. Këtu unë në tenxhere nuk hy. Përgjigjen ta dhash,